Shikues të televizionit s'kan përshëndetje. Pak kohë më parë, Kuvendi miratoi një marrëveshje kredie në vlerë 1.1 milion euro për modernizimin e hekurudhës shqiptare. Ky fond i marrë nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim parashikon zhvillimin e një studimi të plotë për sistemin hekurudhor shqiptar dhe kryesisht për segmentin Tiranë-Durrës. Synimi është evidentimi i problematikave dhe mangësive që ka sistemi hekurudhor shqiptar në mënyrë që më pas të ndërmerren dhe investimet e nevojshme. Sistemi hekurudhor duhet të kthehet në një sistem transporti modern për të përgjigjur nevojave të kohës. Por para se të analizojmë marrëveshjen që është nënshkruar dhe miratuar nga Kuvendi, duhet të ndalemi fillimisht për të analizuar historikun e hekurudhës shqiptare, momentet e ndërtimit të saj, zhvillimet dhe arsyet që quan në këtë sistem, në kohën aktuale ku sistemi hekurudhor paraqitet i degraduar. Sigurisht që diskutimet kanë qenë të shumta ndër vite, por në këto momente kur po zhvillohen diskutime në tryezat ndërkombëtare, ka shanse të mëdha që të paktën nga Bashkimi Evropian të jepen fonde për modernizimin e sistemit hekurudhor. Ndaj dhe në këtë moment ne duhet ndalemi për të bërë një analizë të plotë dhe për të studiuar arsyet që quan në degradimin e hekurudhës shqiptare. Për ta nisur emisionin e sotëm, ndalemi në fillesat e hekurudhës shqiptare, momentet kur ajo nisi të ndërtohet kryesisht si pasojë e ndikimit nga jashtë. Ndjekim materialin e parë dhe rikthehemi sërish në studio. Ndërtimi i sistemit hekurudhor shqiptar është lidhur ngushtësisht me shfrytëzimin e pasurive natyrore. Hekurudha e parë ndërtuar në territorin shqiptar është ajo në Lipjan të Kosovës që daton në vitin 1876. Zona filla e hekurudhës filloi në Lipjan të Kosovës. Lipjani kishte një minier dhe atëherë francezët ishin nismëtarët për shkak të shfrytëzohen në atë minier. Filluan hekurudhën. Më vonë ajo hekurudhë mori zgjerim, u lidh me pjesën e Maqedonisë, Malezi. Hekurudhat e para në Shqipërinë pas 1912-s u ndërtuan në vitet 1916-17 dhe janë realizuar nga ushtria austro-hungareze. Në Shqipëri, ose vërtet ka filluar në 1917-ën, po ka qenë hekurudhë me skartament të ngushtë, në shina të ngushta. Skartament të ngushtë, jo skartament i standardet europian. Sepse u ndërtuan pikërisht aty ku kishte miniera. U ndërtuan për shembull në Selenis Vlorës, u ndërtuan në të gjitha minierat që kishte në shfrytëzim atëherë Shqipëria. Këto hekurudha kanë shërbyer për të furnizuar ushtrinë austro-hungareze me materiale ushtarake e ushqime, si dhe për transportin e mineraleve. Rjeti hekurudhor i asaj periudhe ishte me gjerësim midis shinave prej 650 mm dhe quhej linjë Dekovili. Ky rjet fillonte nga qyteti i Shkodrës dhe vazhdonte në drejtim të Lezhës dhe Vorës për në Tiranë. Në Vorë, hekurudha degëzoi në drejtim të Durrësit, Kavajës, Rogozhinës, Elbasanit e përfundonte në Librazhtë. Nga Rogozhina, duke kaluar lumin e Shkumbinit, hekurudha vazhdonte në Lushnjë, Fier e Levan. Në Lushnjë ishte një degëzim hekurudhor që shkonte deri në Berat. Në linjat e Dekovilit, lëvizja bëhej me lokomotiva të vogla avulli dhe në linja të shkurtra edhe me kafsh. I gjithë rjeti hekurudhor i Dekovilit në Shqipëri ishte rreth 400 km i gjatë. Gjatë tërheqjes së trupave ushtarake austro-hungareze, të gjitha materialet e rjetit hekurudhor të Dekovilit në Shqipëri janë çmontuar dhe transportuar në Austri nëpërmjet portit të Durrësit dhe Shëngjinit, me plan ushtarak të veçantë të hartuar nga ushtria austro-hungareze. Në Shqipëri ka ekzistuar që nga ndërtimi i saj e deri në vitin 1987 linja e Dekovilit Vlorë-Selenic, e cila shërbente për transportin e lëndës bituminoze dhe të zhavorit të bitumit nga miniera e Selenicës në qytetin e Vlorës. Ndërtimi i linjës hekurudhore sipas standardeve në Shqipëri nis në vitin 1940. Sigurisht kemi të bëjmë me një periudhë kur vendi ndodhet i pushtuar dhe sigurisht gjatë këtyre rrethanave nis të ndërtohet një hekurudhë me standarde ndërkombëtare. Por duhet kemi parasysh që zhvillimi i asaj kohe, çlirimi, lufta pengojnë në ndërtimin e hekurudhës, çka do të niste më pas çlirimit.
Duhet kemi parasysh që ka pasur një distancë kohore prej 7 vitesh ku nuk është ndërtuar sistemi kurudor. Gjithçka nis pas lirimit kur regjimi komunist vendosi si mjet kryesor për zhvillimin e industrisë të përdorur si mjet kryesor transportin e kurudor. Duhet kemi parasysh që gjatë kësaj periudhe janë më shumë se 400.000 vullnetarë që kanë punuar për ndërtimin e rrjetit e kurudor që lidhte kryesisht zonat industriale. Pra gjithçka ishte bazuar tek pjesa e zhvillimit apo e shfrytëzimit të pasurive natyrore dhe sigurisht që sistemi kurudor ishte më i favorshëm për të bërë transportimin e mallrave për transport ndërkombëtar. Ndiqni materialin e dytë dhe rikthehemi sërish në studio. Pas çlirimit të Shqipërisë, ndërtimi e kurudave është programuar dhe realizuar në përshtatje me nevojat e zhvillimit të ekonomisë. Pas luftës së dytë botërore, nisi faza e zbatimit të projektit të lënë nga italianët. Këta të fundit kishin ndërtuar pothuajse të gjithë segmentin e kurudor, siç ishte traseja, vepra arti si ura dhe mbikalime. Gjatë kohës pas çlirimit të luftës, kurudat domethënë kanë marrë zhvillim në Shqipëri, sepse më përpara nuk ka pasur, domethënë vetëm disa linja të parëndësishme, kështu më tepër që kanë qenë në tipe degovilesh. Ndërsa pas luftës, gjatë periudhës së komunizmit, ju dha rëndësi faktikisht e kurudës, si një lloj, domethënë ka qenë si një lloj transportit kryesor, edhe për faktin se që këto të ishin gjatë, domethënë për kishin akses tek minjera, tek burimet natyrore, i cili ishte një nga llojet kryesore të eksportit dhe burimit të ardhurave të valutore për shtetin shqiptar në atë kohë. E kuruda e parë që nisi të ndërtohej nga regjimi i ri ishte ajo Durrës-Peqin me gjatësi 44 kilometra. Ndërtimi i saj u mundsua fal mbështetjes dhe bashkëpunimit me palën jugoslave, me të cilën regjimi i ri kishte nënshkruar traktatin e miqësisë dhe ndihmës reciproke, ku parashikoi dhe ngritja e ndërmarrjeve të përbashkëta shqiptare jugoslave. Fal këtij bashkëpunimi, qeveria komuniste e Enver Hoxhës rinisi ngritjen e trasesë dhe shtrimin e traversave e shinave që erdhën si ndihma nga Jugosllavia e drejtuar nga Tito. Pasi ishte kryer pjesa më e madhe e punimeve të saj, si në trase apo në vepra arti, më 1 maj 1947, me 5.000 vullnetarë që filluan punën fillimisht vetëm me vegla të thjeshta si lopata, kazma, karrocadore e të tjerë, kryeministri Enver Hoxha shpalli fillimin e punimeve të kësaj e kurudhe. Ky segment e kurudhor përbëhej prej 6 stacioneve të rinj, duke filluar prej portit të Durrësit, duke kaluar më pas në Golem, Kavaj, Lekaj, Rogozhin e Peqin. Një nga veprat e artit më të rëndësishme në këtë kurudhë është tuneli i Rogozhinës, me një gjatësi prej 390 metrash. Ky segment e kurudhor përfundoi pas 6 muajsh punimesh intensive dhe në nëntor të vitit 47 u bë inaugurimi i përfundimit të punimeve po nga Enver Hoxha. Në fjalimin e rastit të mbajtur në ceremoninë që u zhvillua në Durrës, Hoxha përshëndeti punën e 30.000 vullnetarëve e 3.000 teknikëve e punëtorëve që kishin punuar 16 orë në ditë për përfundimin e veprës. Gjatë punimeve humbën jetën 18 vullnetarë, të cilët u shpallën dëshmor. Përvoja e parë e punës vullnetare u pasi një praktik fitimprurse dhe si rrjedhoi do të aplikojë edhe në vitet e mëvonshme për ndërtimin e veprave të tjera të rëndësishme. Hekurudha e dytë në Shqipëri ishte Durrës-Tiranë, me gjatësi 38 kilometra. Punimet filluan nga Shkozeti më 11 prill 1948. Në këtë vepër morën pjesë edhe vullnetarë të Partisë së Rinisë Komuniste Bullgare dhe Jugoslave. Në mesin e punimeve u prishën marrëdhëniet me jugoslavët dhe këta të fundit u konsideruan si sabotator. Punimet vazhduan në mbikëqyrjen e inxhinierëve sovjetik. Gjithsej, 29.000 të rinj të reja nga e gjithë Shqipëria, si dhe 1.004 teknik të kualifikuar morën pjesë në ndërtimin e kësaj hekurudhe. Dy nga veprat më të rëndësishme në këtë segment hekurudhor ishin tuneli Rrezhbullit 212 metra dhe ura e Erzenit 91 metra e gjatë. Edhe në këtë linjë hekurudhore,
Punimet janë kryer pa mjete teknike të modernizuara dhe me krah pune nga aksione me goditje të përqendruar në mënyrë vullnetare. Kam punu dhe ushtarë, në segmentet e para të Hekurudhës, kam punu dhe ushtarë, vullnetarë kam punu shumë, po thuj se të gjitha segmentet rritë të Hekurudhës janë bërë të gjitha me punë vullnetare. Me student dhe nxënës të shkollat mesme. Me aksione, aksione pa pagesë, në thënë. Përgjatë regjimit komunist, ndërtimi i Hekurudhave ka qenë një proces që ka vjuar me intensitet. Në dhjetor të vitit 1950, përfundoi ndërtimi i linjës hekurudhore Peshin-Elbasan me gjatësi 33 km. Më pas, në 1 maj 1963, përfundoi Hekurudha Vor-Laç me gjatësi 30 km. Në tetor 1968, përfundoi Hekurudha Rogozhin-Fier 54 km. Në mars 1972, përfundoi Hekurudha Elbasan-Librazh 22 km. Në mars 1974, përfundoi Hekurudha Librazh-Prenjas 27 km. Në mars 1975, përfundoi Hekurudha Fier-Ballsh 25 km. Në korrik 1979, përfundoi Hekurudha Prenjas-Guri i Kuq me gjatësi 28 km. Në prill 1981, përfundoi Hekurudha Laç-Lezhë 19 km. Në nëntor 1981, përfundoi Hekurudha Lezhë-Shkodër 35 km. Në janar 1985, përfundoi Hekurudha Shkodër-Bajz-Hani-Hotit Kufi 36 km e gjatë, që bëri të mundur lidhjen e rrjetit hekurudhor shqiptar me rrjetin hekurudhor ndërkombëtar. Në tetor 1985, përfundoi Hekurudha Fier-Vlorë 34 km. Në tetor 1987, përfundoi Hekurudha Milot-Rëshen 25 km. Ky segment tashmë nuk ekziston, pasi mbi trasen e tij është ndërtuar autostrada Milot-Kukës. Të dhënat statistikore dëshmojnë se në procesin e ndërtimit të Hekurudhave kanë marrë pjesë më shumë se 400.000 vullnetarë, nga të cilët 170.000 ishin femra. Një periudhë interesante për sa i përket zhvillimit të sistemit hekurudhor shqiptar është ajo nga vitet 60 deri në vitet 80. Kjo lidhet me zhvillimin e industrisë vendas edhe me prodhimin e lëndëve të para që përdoreshin për eksport. Në atë kohë transporti automobilistik ishte pak i zhvilluar në Shqipëri. Dhe sigurisht që transporti hekurudhor përdorej jo vetëm për transportin e lëndëve të para, por edhe për transportin e qytetarëve. Rrjeti hekurudhor shqiptar shtrihet nga porti i Durrësit në detin Adriatik dhe shkon në 3 drejtime. Në veri drejt kufirit shqiptaro-malazez në Han të Hotit, në jug drejt Ballshit dhe portit të Vlorës dhe në lindje drejt Pogradecit pranë kufirit me Maqedoninë. Hekurudha zbulon zonat më të populluara industriale dhe të banimit. Hekurudhat shqiptare u ndërtuan gjatë periudhës së ekonomisë me planifikim të centralizuar, ku qeveria vendoste kufizime shumë të forta mbi llojet e tjera të transportit. Pronësia e autoveturave ishte ndaluar dhe në rrugët që kalonin paralel me Hekurudhën ishin të ndaluara trafiku i autobusëve dhe lëvizjet e mallrave në një gjatësi mbi 11 km. Duhet teksuar fakti se gjatë regjimit komunist, zhvillimi i industrisë së rëndë, kryesisht asaj minerare, është shoqëruar me ndërtimin e linjës përkatëse të Hekurudhës. Transporti hekurudhor gjatë kësaj periudhe konsiderohej si mënyra kryesore e transportit të mallrave e njerëzve, pasi transporti toksor me automjete ishte i pazhvilluar. Deri në vitin 90, vendi kryesor në transport zinte transporti detar dhe hekurudhor. Transporti rrugor ishte në vend tretë. Kjo dhe për shkak të nivelit të ulët që gëzonte transportin në atë kohë, deri në 90. Kemi pas rreth 5-6 parqe, kemi pas parkun e mallrave të Laç, kemi pas në Shkodër, kemi pas 3 parqe në Tiranë, një pak spedicion në Vlorë e kështu me radhë, por
volumet e punës që kryenin me transport rrugor kanë qenë të limituara. Transporti rrugor ka marrë një peshë shumë të rëndësishme. Për shkak se vetëm hekur nikel ishte mbi 1 milion ton, që do vinte nga Pishkashi deri në portin e Durrësit, që e tëra transportohesh me hekurut. 600 ton ishte vetëm Qymiri-Gurit, që vinte nga disa drejtime, dhe nga Tirana, Valjesi, Mëshqetaja, po vinë edhe në drejtime tjera, rreth 600 ton. Pastaj kemi pas krome, koncentrat krome, ferrokrome, edhe shumë minerale të tjera, që transportohesh me hekurut. Hekurudha mban një barë jashtëzakonisht të madhe edhe në eksport. Sepse në rreth viteve 82, pak me vonesë, por rreth viteve 82, masi përfundoi pjesa e hekurudhës nga Shkodra në Hot, atëherë u bë mundur transporti jashtë hekurudhar. Më kujtohet që në ato periudha, jo vetëm në minerale, edhe në importin e mjaft mallrave, që vinin nga jashtë me hekurudhë, po ishte shumë e rëndësishme edhe pjesa jonë të fillon të eksportojmë edhe fruta perime. Për shembull në periudhën e sezonit të eksportit domatës dhe perimeve tjera të bostanit, të rrushit, e eksportojmë me hekurudhë. Zhvillimi i vrullshëm i ekonomisë shqiptare gjatë viteve 70-80 bëri që nevojat për transport të rriten shpejt. Ekonomia kishte nevojë për mjete transporti për lëndët e para minerare drejt portit të Durrësit dhe nevoja për t'i transportuar ato jashtë vendit bëri që volumet e transportit hekurudhor të rriten shpejt. Interesant është fakti se hekurudha dhe administrata e saj ishin pjesë e kontingjentit ushtarak të vendit. Kjo erdhi jo vetëm nga fakti se hekurudhat në atë kohë konceptoheshin edhe si pjesë e strategjisë ushtarake, por edhe nga frika e sabotimit që kishte regjimi komunist, sidomos pas prishjes së marrëdhënieve me vendet e tjera. Deri në 58-ën, hekurudha ka qenë raport ushtarak. Nuk kanë informacion njerëzit, nuk e din, por ka qenë raport ushtarak. Dhe drejtori ishte kolonel. I gjithë stafi që drejtonte hekurudhën, kuptohet ato segmente që ishin përfunduar në atë kohë, kanë qenë ushtarak. Kjo në atë kohë u bë për shkak të sabotazheve, nga frika e sabotazheve, e bën raport ushtarak, që ta kinin nën kontroll hekurudhën. Gjatë periudhës së regjimit komunist, hekurudhat mbulonin rreth 50% të nevojave për transport që kishte vendi. Zhvillimi i rrjetit hekurudhor gjatë regjimit komunist njeh 3 periudha. Atë deri në vitet 60, kur formohet apo ndërtohet rrjeti hekurudhor. Periudhën e rritjes së sistemit hekurudhor nga viti 60 deri në vitin 75, si dhe periudhën e intensifikimit nga viti 75 deri në vitin 90. Ndryshimi i modelit ekonomik në vitet 90, kalimi nga ekonomia centralizuar në ekonominë e tregut dikton dhe mënyrën e zhvillimit të sektorit të transportit në Shqipëri. Transporti hekurudhor nuk është më i preferuari për Shqipërinë dhe sigurisht vendin e parë zë transporti automobilistik, qoftë për mallrat ashtu dhe për lëvizjen e qytetarëve. Nga ana tjetër, nga vitet 90 deri në vitet 2000 kemi një degradim të sistemit hekurudhor. Kemi një mbështetje nga ana buxhetit shtetit vetëm në aspektin e mirëmbajtjes, por jo investime të reja. Gjithsesi, duhet kemi parasysh që një element i rëndësishëm që diktojnë rënien e fluksit të punës në sistemin hekurudhor është mungesa e industrisë prodhuese dhe mungesa e prodhimit të lëndëve të para, që u reflektua më pas dhe në mos përdorimin e sistemit hekurudhor dhe degradimin e këtij rrjeti. Procesi i degradimit të sistemit hekurudhor shqiptar nis para viteve 90. Përkeqësimi i situatës
i referohet periudhës kur ekonomia shqiptare nis të ndjej krizën, e kur ndihma nga jashtë ishte reduktuar ndjeshëm, e gjithçka bazohej në prodhimin vendas. Mungesa e vëmendjes realisht filloi që në vitet 80, që ne kur nuk po investohesh më. U blen ca lokomotiva dizel, në të thënë, po të përdora, nuk po investohesh në Korrudhë. Në vitet 86, e Korrudha ishte në gjendje tepër vështirë. Qeveria e kësaj kohe mori vendim, dhe më kujtohet se unë kam qenë vetë i pranishëm në këto negociata, na thanë që nuk kemi burime financiare për të përballu e për të marrë vagona mallësh, vagona pasagjerë të reja. Gjeni të përdorura, dimni gasën të blek. Dhe më kujtohet që ne kemi bler vagona pasagjerë të vitit 34, prodhim të vitit 34, dhe një kontingjent të vitit 54. Ato të 54 në duke si trajane, që ku këshin dalë në uzinë. Këto vagona ne kemi bler 3 granitura. Granitur quhet kur treni ka 6 vagona, ai quhet granitur. Atëherë kemi marrë dhe vagona mallrash, kemi marrë dhe një numër të madh autobusë Saviem, të cilët kryesisht ka përdorur jo vetëm transporti urban i Tiranës, po ka përdorur Vlora e disa qytete të tjera, autobusë Saviem francez, të përdorura, unë kujtoj edhe çmimin që kemi bërë shumë mirë. Me ndryshimet politike dhe ekonomike të viteve 90, kërkesat për transport ndryshuan në mënyrë dramatike. Kalimi nga ekonomia e centralizuar në ekonomi tregu, rënja e menjëhershme e interesit për industrinë nxjerrëse dhe mbyllja e minierave e fabrikave shtetërore ulën në mënyrë serioze trafikun hekurudhor. Në këtë periudhë vëret një rritje e shpejtë e shërbimeve private të kamionëve dhe autobusëve dhe sidomos të autoveturave private. Në këtë mënyrë, Hekurudha shqiptare humbi të drejtën ekskluzive të transportit të mallrave dhe të udhëtarëve. Transporti i mallrave në Hekurudh u ul me 10 herë, ndërsa transporti i udhëtarëve me 4 herë. Rënja e vëllimeve të punës në Hekurudha u shoqërua nga një rritje e kostos për mirëmbajtjen e saj nga buxheti i shtetit. Sektori u kthye në një barë për financat publike dhe i tillë mbeti deri në ditët e sotme. Duhet të thënë që nuk është parë rentabiliteti, në atë kohë nuk është parë se sa rentabël ka qenë ky lloj transporti, faktikisht sepse të gjitha shpenzimet mbuloheshin nga ana e shtetit. Me kalimin në një sistem, po themi, të ekonomisë tregut, atëherë kur fillojnë që bëhen llogarit, kuptohet që për distancat e shkurtra që kishte vendi jonë nuk ishte leverdit transporti i mallrave, sepse kryesisht Hekurudhat bëhen për transportin e mallrave. Dhe interesi i tyre është faktikisht për distancët që janë mbi 500 km, që janë rentabël. Se nuk ka interes për shembull ta ngarkosh një mall në Tiranë dhe ta çosh në Durrës, sepse sa ta çosh stacion, ngarkim, shkarkimi, kohë e tjera, gjithë këto shpenzimet janë shumë të mëdha. Njëkohësisht edhe po të marrësh edhe Vlorën që ishte lidhur me Hekurudh, kostot e shërbimit janë shumë të larta. Dhe kjo është arsye që mbas viteve 90, që kur çdo gjë duhet të ishte përveç faktit që gjendja ekonomike e Shqipërisë ishte njëkohësisht në një kolaps të plotë dhe mund të thosh ishte viti zero për ekonominë shqiptare. Ishte kështu që nuk kishte vëmendje sepse nuk kishte interes zhvillimi i Hekurudhës. Megjithatë, pati një farë mirëmbajtje dhe ajo bazu kryesisht në transportin e pasagjerëve. Gjatë kësaj periudhe, sistemi hekurudhor ka degraduar ndjeshëm, sidomos në periudhën 1990-2000, pasi nuk u bën investime serioze, por vetëm mirëmbajtje. Janë prishur linjat ndihmëse, janë prishur
nga Miloti që u bë superstrada në Durrës Kukës Morin, u prishu në Tiranë që u spostu disa kilometra, u prish terminali, u prish bashkë me rrjetin e korridorë me shinat, një pjesë e mirë e vagoneve, me qëse inventari ishte shumë i madh, vagone, prishu dhe lëri aty, prishu amortizohu lëri aty, ja shitur për skrap. Në qoftë se do të vinë ekspertë në kombëtar, e ta shohim në çfarë gjendje kemi ne Kuruzën, nuk duhet ta lejë të çarkulloj fare, as i vagon. Me ato skatament që ka, me ato shinat të amortizume, me ato ballast të amortizume, me ato aksesorë të amortizume, me ato traversa të amortizume, me gjithë të mjetët e sinjalistikave në mungesë të plotë. Kam ndërhyrë në Kurut me rrugën dymë se kalon makina, sipër shinave, kështu me radhë. Për mua personalisht, do të thonë, jeta e njerëzve është rrezikohet, edhe do të ndërhyrë sa më shpejt, do të thonë. Edhe pse pas viteve 90 transporti kurudor nuk është më transport tërheqës për sa i përket mallrave dhe qytetarëve, sigurisht nuk kanë munguar diskutimet apo debatet apo nismat konkrete sa i përket modernizimit të saj dhe përshtatjen me zhvillimet e kohës. Sigurisht që ka pasur diskutime për mënyra se si mund të modernizohet sistemi kurudor dhe të rikthehet si mjet transporti kryesisht për mallra. Duhet kemi parasysh që në analizat që janë bërë për sa i përket transportit të brendshëm të mallrave rezulton jo efektiv, ndërsa nga ana tjetër e vetmja mënyrë që shihet është ajo e lidhjes me rrjetin e kurudor ndërkombëtar si mënyrë e mirë për të shfrytzuar themin dhe mënyrë efektive për të shfrytzuar këtë rrugë transporti. Sigurisht që në momentet aktuale lidhja vetme është ajo me Malin e Zi që mundson transportin ndërkombëtar të mallrave dhe kjo është edhe arsyeja që mbijeton sot hekurudha shqiptare. Në kushtet e reja të ekonomisë së vendit pas viteve 90, transporti hekurudhor vlerësohet si më i kushtueshmi. Shqipëria është një vend i vogël, kështu që te hekurudha shqiptare përshkon distanca të shkurtra. Transporti hekurudhor ka si karakteristikë kryesore transportimin masiv dhe distanca të gjata. Në këto kushte bëhet i domosdoshëm intensiteti i punës për transportin ndërkombëtar me hekurudhë. Rilidhja e stacionit hekurudhor të Bajzës me gjithë rrjetin hekurudhor në Shqipëri i dha një frymëmarrje ekzistencës së hekurudhës dhe mund të thuhet se ka qenë faktor që ajo mbijeton edhe sot. Megjithatë, sistemi hekurudhor sot nuk mban vëllim të lartë për transportin ndërkombëtar të mallrave dhe të pasagjerëve. Sot, për arsye sigurie, shpejtësia maksimale e trenave në rrjet është reduktuar në nivelin 30 deri 40 km/h, madje në disa zona edhe në 25 km/h, gjë që bën që shërbimet e transportit të udhëtarëve të jenë jo konkurruese. Një arsye kryesore e uljes së shpejtësisë është se në 20 vitet e fundit nuk ka patur fonde të mjaftueshme për të mirëmbajtur dhe riparuar linjën hekurudhore dhe veprat e artit. Gjithashtu, sistemet e sinjalizimit dhe të ndërlidhjes janë shkatëruar e për rrjedhoj trenat lëvizin me tregues të ulët sigurie. Në vitin 1995 është kryer rikonstruksioni i linjës hekurudhore Tiranë-Durrës, ndërsa në vitin 2002 është kryer riparimi i linjës me Malin e Zi. Megjithatë, pamja e përgjithshme është një rrjet hekurudhor me tregues të ulët teknike shfrytëzues. Fondet buxhetore për hekurudhat nuk sigurojnë dot mirëmbajtjen dhe riparimin minimal të rrjetit dhe të mjeteve lëvizëse. Sot, transporti hekurudhor i udhëtarëve është tërheqës kryesisht nga çmimi shumë i ulët i udhëtimit dhe nuk është konkurrues me transportin rrugor. Shërbimi hekurudhor i udhëtarëve subvencionohet nga buxheti i shtetit. Transporti hekurudhor i mallrave në vitet e fundit ka qenë në nivele të ulta, edhe pse janë shënuar përmirësime si rrjedhoi e rritjes së aktivitetit industrial në miniera, industrinë mekanike dhe çimento. Një tjetër rritje e ndjeshme e tregut është transporti ndërkombëtar hekurudhor. Që nga rihapja e linjës në vitin 2003 me Malin e Zi, volumet e transportit janë rritur në masë të kënaqshme. Kjo do të thotë se që kur Shqipëria është lidhur përsëri me rrjetin evropian, transporti hekurudhor është më i vlerësuar.
Pas viteve 90, qeveri të ndryshme kanë ndërmarrë iniciativa për modernizimin e sistemit ekurudhor. Ka pasur diskutime të ndryshme për mënyrën se si mund të arrihet modernizimi i rrjetit aktual që shfaqet te masa e degraduar. Ka pasur iniciativa apo propozime për subvencionim apo mbështetje nga buxheti i shtetit, por kosto është e masa e lartë dhe e papërballueshme. Një ide tjetër ka qenë ajo e zhvillimit apo dhënies me koncesion të ekurudhave. Dhe në fakt nuk kanë munguar as nismat konkrete siç është ajo me idenë e krijimit apo ndërtimit të trenit elektrik që në fund nuk ka realizuar dhe shkaktoi një kosto të konsiderueshme barre mbi arkën e shtetit. Sigurisht që për kushtet aktuale, ku diskutohet, mënyra më mirë është ajo e shfrytëzimit të projekteve të transportit evropian. Bëhet fjalë për ndërtimin e korridoreve, një prej cilëve kalon dhe në Shqipëri dhe që mund sjellë dhe modernizimin përmes financimit nga Bashkimi Evropian të sistemit ekurudhor shqiptar që është diku tek 400 kilometra në kohën që flasim. Një nga këto iniciativa ka qenë edhe ajo e ndërtimit të trenit elektrik Tiranë-Durrës. General Electric u kontaktua nga qeveria shqiptare për projektin e modernizimit të sistemit ekurudhor Tiranë-Durrës në vlerën e $95 milion. Ky projekt përfshinte ndërtimin e një ekurudhe që parashikonte modernizimin e linjës aktuale Tiranë-Durrës, 38 kilometra, përfshi edhe linjën Durrës-Golem, si dhe ndërtimin e një linje të re ekurudhore 6 kilometra për të krijuar lidhje me aeroportin Nën Tereza. Përveç trases, do të ndërtojë sinjalistika dhe sistemet e telekomunikacionit dhe do të vendoseshin lokomotivat dhe vagonët për civil dhe për transportim mallrash. Projekti vlerësoi në €70 milion dhe realizohej për një periudhë 2 vjeçare. Kontrata mes kompanisë General Electric dhe qeverisë shqiptare u bë në shtator 2003. Projekti për modernizimin e segmentit ekurudhor Tiranë-Durrës u miratua nga qeveria Nano, por u anulua nga qeveria Berisha. Si pasojë e këtij mosangazhimi, kompania pretendoi se ishte shkaktuar një dëm prej afro $20 milion që nënkuptonte fitimin e munguar. Në fund, çështja do të mbyllej në favor të kompanisë amerikane me detyrim që pala shqiptare të paguajë $10 milion. Periudha pas viteve 2000 mund të cilësohet si një ndër periudhat më të fryqme sa i përket përcaktimit të asaj se çfarë do të bëhet me ekurudhën shqiptare. Dhe sigurisht projekti më konkret është ai i korridorit 8 që parashikon ndër të tjera ndërtimin edhe të ekurudhës shqiptare. Por ndërsa pala shqiptare vlerësohet si pala që ka realizuar më shumë detyrime në këtë pjesë të korridorit që kalon në Shqipëri, pjesa më pravambetur është ajo që i përket ekurudhës shqiptare, e cila nuk është ndërtuar ndryshe nga sa ka ndodhur me pjesën rrugore të këtij korridori. Ideja më konkrete dhe më e favorshme në kushtet kur transporti ekurudhor do t'i shërbejë transportit ndërkombëtar të mallrave, ka qenë dhe mbetet rindërtimi i saj në funksion të korridoreve europiane të transportit. Një nga korridoret më të rëndësishme europiane që kalon në Shqipëri është korridori 8. Korridori 8 dhe rrjeti ekurudhor shqiptar është aktualisht pjesë e rrjetit prioritar të Europës juglindore. Dhe kjo ka ardhur, domethënë është mbështetur me një marrëveshje rajonale që është bërë nën kujdesin e Komunitetit Evropian, që në vitin 2004 në Luksemburg, në cilin ka marrë pjesë Serbia, Maqedonia, Bosnjë-Hercegovina, Kroacia, edhe Kosova. Domethënë kanë qenë të gjitha këto shtete së bashku, pra ministrat e transportit kanë firmosur një marrëveshje bashkëpunimi, një memorandum mirëkuptimi për të zhvilluar një rrjet kryesor të rajonit të Europës juglindore të këtyre shteteve. Dhe ky rrjet ka qenë rreth 6.000 kilometra rrugë, rrjet kryesor, dhe 4.500 kilometra ekurudhë.
rrugës shqiptare është përfshirë tërësisht në këtë rrjet prioritar. Përveç rëndësisë në kompleksitetin që sjell për zhvillimin e vendit tonë, një rëndësi të veçantë merr transporti ekurudhor, si pjesë përbërëse e këtij korridori. Sipas vendimit të konferencës pan-europiane të ministrave të transportit, mbajtur në Kret në vitin 1994, është miratuar edhe korridori i 8, i cili fillon nga porti i Durrësit, kalon në Elbasan, Qafthan, Shkup, Sofje e deri në portin e Burgasit. Mëtej, ky korridor do të lidhet me portin e Barit në Itali dhe në perspektivë me Stambollin. Gjithashtu, paraqikohet edhe një degësim Pogradec-Kapshtic-Follorin Selanik. Në këtë vështrim, korridori i 8 duhet vlerësuar si një fluks i transportit të mallrave, gjë që përkon me karakteristikën e transportit ekurudhor si transport masiv. Bashkëpunimi i të gjitha vendeve është bërë në atë që quhet Observatori i Europës Juglindore për transportin, Southeast Europe Transport Observatory. Para 4 vjetësh ka pas një modifikim, ky rrjeti kryesor, dhe kishte një shans që të ne të fusim disa projekte të reja. Në atë është vendosur për modernizimin e ekurudhës shqiptare dhe për shpejtimin e ritmeve të lidhjes të korridorit 8 pra lidhjes midis detit Zi, Varnës, Burgasit edhe Durrësit. Ka vite të tëra që flitet për lidhjen ekurudhore me Maqedoninë. Lidhja paraprake e ekurudhës tonë me Maqedoninë do të krijonte kushtet për transport tranzit nga porti i Durrësit apo Vlorës në Strug, duke rritur më shumë volumet e transportit, distancat e udhëtimit e në fund efektivitetin ekonomik për ekurudhën. Realizimi i këtyre objektivave vlerësohet se do ta nxjerrte ekurudhën shqiptare nga pika e vdekjes. Është sigurt që realizimi i lidhjes ekurudhore Varna-Durrës është vetëm çështje e afateve kohore, sepse aktualisht po punohet si në Maqedoni, si në Bullgari dhe edhe në Shqipëri në mënyrë aktive, në mënyrë të vazhdueshme, jo ndoshta nëse maqedonasit për shembull e mbarojnë siç thonë, domethënë në vitin 2017 lidhjen midis Kërçovës edhe kufirit shqiptar, është e vështirë që 3 kilometrat janë në territorin shqiptar të realizohen për një kohë të shkurtër. Për Shqipërinë sigurisht është më e lehtë, domethënë është vetëm problem financimit sepse traseja ekziston, duhet riabilituar pa diskutim që të rritet shpejtësia domethënë e ecjes, sepse tashti është më pak se sa 40 kilometra dhe mendohet që të arrijë në territorin tonë domethënë 120 kilometra, që është shumë për territorin shqiptar, është një shumë e kënaqshme. Kostoja për ringjalljen e ekurudhës vlerësohet se arrin në rreth 600 milion euro. Dhe pikërisht për këtë arsye, vendimarrësit shohin si të vetmen zgjidhje mbështetjen financiare nga organizmat ndërkombëtar dhe shtrin dorën për ndihmë nga Bashkimi Evropian. Ka një gjë, domethënë duhet kuptuar se ky rrjet prioritar është shumë i rëndësishëm që të kihet parasysh nga administratat e vendeve, sepse ka akses shumë të shpejtë në institucionet ndërkombëtare. Kështu që për të dhënë një shembull, për aeroportin e Rinasit, për portin e Durrësit, për portin e Vlorës, për të gjitha rrugët që janë pjesë e këtij, për shembull Shqipëria ka marrë të gjitha me investime me financime nga bankat europiane. Në praktikën ndërkombëtare të transportit ndërkombëtar të mallrave dhe pasagjerëve, transporti ekurudhor vlerësohet si më i sigurti, por gjithashtu dhe më efektiv, dhe sigurisht që vlerësohet si pjesë e rëndësishme të atij që cilësohet si transporti kombinuar. Mundësia e kombinimit të transportit ekurudhor me llojet e tjera të transportit
zë vend kryesor në të ashtu quajturin transporti kombinuar. Ndër reformat e mëdha në vendet evropiane ka qenë integrimi i transporteve ndërkombëtare e kurrëdhore, të cilat kanë pasur shumë leverdi. Kur bëhet fjalë për transportin e kurrëdhor në shumë vende tani ai ka marrë prioritet për efekte ekologjike në radhë. Të parë, në nivel nacional Shqipëria nuk e ka atë problem sepse aktualisht numri i mjeteve në Shqipëri është relativisht i ulët. Shkalla e mobilitetit është e ulët, ne kemi rreth 300-400 mjete aktive. Në popullsinë tonë i bie 10-12 mjete për 100 banor. Po të marrim parasysh mesatarja evropiane është 70 për mjete për banor dhe ka që janë edhe mbi 100 për ashtu. Me pak fjalë ne kemi akoma shumë rrugë për të arritur, sepse ajo ka të bëjë me rritjen e industrisë, e ekonomisë, gjithmonë është një tregues kryesor i zhvillimit të ekonomisë shqiptare, rritja e mobilitetit të mjeteve, sepse sidomos për Shqipërinë që transporti i brendshëm kuptohet si lloj kryesor ka transporti rrugor, se s'mund të mbështetet thoshte që do bëhet një transport i brendshëm madhësh me pak fjalë me kurrëdhë. Kështu që në aspektin ekologjik, domethënë nuk luan ndonjë rol të rëndësishëm zhvillimi i transportit e kurrëdor. Po sigurisht në disa akse, për shembull në aksin Vlorë-Tiranë, do jetë një lehtësi sidomos për sezonin e verës për pasagerët, sepse do ndihmojë edhe në rënien e trafikut, sidomos trafikut rrugor, sepse gjithkush ka më tepër interes shkoj për 1 orë e gjysmë po themi në Vlorë me tren në mënyrë komode. Në këtë kuadër është shumë e rëndësishme që në Tiranë do jetë edhe terminali i multimodal, që ky do jetë një terminal multimodal që do t'i kemi gjitha llojet të transportit praktikisht, sepse ai do ketë lidhje me portin e Durrësit, me aeroportin e Rinasit dhe do ketë një domethënë lidhje me të gjitha linjat interurbane të Shqipërisë. Për sa u takon shpenzimeve operative, ato janë më të ulta, edhe pse nga ana tjetër, problem mbeten shpenzimet e qëndrueshme, të cilat në transportin e kurrëdor zënë një përqindje të lartë. Për sa i takon shpejtësisë dhe kohës së transportit, përsëri me disa investime, hekurudhat janë shumë konkurruese. Transporti e kurrëdor garanton cilësi të lartë për ruajtjen dhe trajtimin e mallrave. Transporti intermodal është kur përdoren disa mënyra transporti. Sot bota nuk përdor një mënyrë klasike në transport. Jo, është shumë i shtret, është i papërballueshëm. Le pastaj problemet anësore që kanë me ndotjen e mjedisit me shkarkimin e gazave. Ky është një problem në vete. Po pastaj për shkak që transporti alternativ, do të thonë transporti intermodal është vjen malli nga Nia, nga Nia në Hekurudh, nga Hekurudh në kamion. Po në kamion do të thonë rezervohet shumë pak vend, shumë pak kilometra. Dhe po kushton të rëndësi shumë transport kontajnerëve, ose asaj që ndryshe ne themi transporti door to door, nga dora në dorë, që nën kupton nga prodhuesi ke konsumatori. Ra shi, ra diell, u bë qameti, kontajneri i mallin e ke brenda. Ajo përpunohet edhe në shi, edhe në diell. Edhe shkon nga konsumatori ke prodhuesi ose ana sjelltas. Këto e bëjnë domosdoshmë ndërtimin e Hekurudhës, rehabilitimin e Hekurudhës. Shqipëria merr pjesë sot në tryeza të rëndësishme ku diskutohet për projektime apo për mënyra të reja transporti. Dhe sigurisht një nga momentet më të rëndësishme është ai i fundgushtit të këtij viti, ku do diskutohet në samitin e Vienës për projektet infrastrukturore të Ballkanit. Dhe sigurisht një pjesë rëndësishme e listës së projekteve zënë edhe lidhjet hekurudhore mes vendeve të Ballkanit. Por sa do mundet Shqipëria të përfitojë nga ky samit dhe sa do të mundet hekurudha shqiptare të marrë financimin e kërkuar? Sa i përket ekspertëve, ata shfaqen skeptik. Ka disa iniciativa tani për akset, për korridore të reja transporti e kështu.
Besoj që janë shumë të largëta, sepse në plane Shqipëria një vetë plane ndërori, plane vetëm me koridorin 8. Dhe për shembull koridori blu apo koridori gjelbër, këto janë një perspektivë shumë e largët për Shqipërinë, sepse edhe për faktin se nuk janë specifikuar se, si më thënë, nuk ka asnjë lloj studim fizibiliteti që për kostot e tyre apo për itinerarët nga do kalojnë, dhe shumë e vështirë që Europa të financojë, po themi, për një koridor veri-jug, 2 herë, ndërkohë që e ke një rrjet ekzistues dhe nuk ka interes, për shumë as merren me koncesion, sepse domethënë një nga kushtet e koncesionit është që domethënë që mos ketë alternativa paralele në këtu për arsye se ul interesi. Plus pasaj njëkohësisht edhe zhvillimi i portit të Shëngjinit, që ka qenë një nga, si më thënë, sloganet, si në premtimet, nuk ka interes sepse porti i Durrësit është shumë afër edhe është një port që aktualisht kapacitetit është ulur shumë i shfrytëzimit. Kështu që domethënë mendimi im edhe është që të gjitha forcat duhet të fokusohen, siç kanë qenë gjitha domethënë deri tani në zhvillimin e koridorit 8, sepse edhe lidhjet janë dhënë për shembull me Greqinë, apo edhe lidhje që domethënë rruga e Kombit gjithmonë bëhet me faktin quhet si degëzimi i koridorit 8. Rruga e Kombit quhet si një lidhje e koridorit 8 me koridorin 10. Porti i Durrësit quhet hyrje e koridorit 8 dhe porti i Vlorës, i cili domethënë është financuar njëkohësisht nga donatorët e huaj. Por kushtet ekonomike të vendit, mundësia më mirë për rigjallërimin e sistemit e kuroror paraqitet në mbështetja financiare nga Bashkimi Evropian. Në rast se kjo do të realizohet, atëherë përfituesit kryesor do të jenë kompanitë që punojnë me lëndë të para, që kanë import dhe eksport, por gjithashtu dhe qytetarët shqiptar, të cilët do të kenë një mënyrë alternative transporti. Sigurisht që historia dëshmon që zhvillimi i rrugëve ka përbërë gjithnjë dhe ka dëshmuar gjithnjë zhvillimin e një shteti, dhe për Shqipërinë në rast se do të rigjallërohen rrugët, atëherë dhe kjo do të jetë një dëshmi e zhvillimit të vendit. Ky ishte emisioni për sonte, bashkë takohemi të martën e ardhshme. Mirupafshim.